Thot profeti alayhi salatu wasalam, ana za'imun bi baitin fi a'la al-janna liman hasuna khuluquhu. Unë thot jam garant, thot, në hadith sakt, unë jam garant, thot, për atë cilin e përsos moralin e tij me një banesë mu në gradën më të lartë xhenetit, në xhenetin më të lartë që ka kriju Allahu xhelle shanuhu. E profeti alayhi salatu wassalam na ka thënë neve vëllezër të nderuar, besimi është në disa gradë, normal, nuk janë gjithë njerëzit me gradën e besimit njësoj. Më e larta gradë e besimit është la ilaha illallah. La ilaha illallah, jo vetëm e thonë me gojë, sa të e thonë të gjithë, mund ta thotë edhe një që se beson fare. La ilaha illallah e kanë thënë edhe mushrikët e Mekës. La ilaha illallah ta thush me gojë e ta ndjesh me shpirt e ta jetosh me gjithë qenien tate. Jetosh për fjalën la ilaha illallah si musliman i mirë. Edhe ta dush fjalën la ilaha illallah që të shpresosh ta mbyllësh me la ilaha illallah jetën edhe të dalësh para Zotit xheleshanu me la ilaha illallah. E grada më e ulët, kush është grada më e ulët e besimit? Grada më e ulët, si thot profeti alayhi salatu wasalam, është ta heqësh thot një pislik nga rruga, një mbeturin nga rruga, ose një gur që ka rënë ose një pemë, ta heqësh nga rruga. Allahu akbar. Grada më e ulët e besimit. A jemi ke grada më e ulët apo jemi te grada më e ulët e besimit? Ja kjo feja jonë dhe ky profeti ynë i dashur që ne themi Muhammedun Rasulullah na ka mësuar neve se si të rujmë edhe ambientin edhe mjedisin me gradën më të ulët besimit. E nuk po themi pasaj për ata që i hudhin plenat edhe pisliqet rrugës. Ne po themi me pastru është grada më e ulët. Nëse nuk reagon, do me thonë je ke grada më e ulët, ama me bo pisën më ashtu, Allahu na ruaj. Allahu na ruaj.